por natyrisht që njeriu nuk mund ta shikojmë si një qenie të thjesht biologjike. Absolutisht. Prandaj dhe nuk mund të them që ka një përgjigje të prerë për këtë, po që në mënyrë ideale për të ndërthurur natyrën me anën psikosociale, mendoja që është fundit 20-tave dhe fillimit të 30-tave. Në ditën e sotme. Po, Dorina, nëse vijojmë kështu, edhe deri tani nga sa duken bahut kështu do të vijoj, do duhet një ndërhyrje, po themi gati hynore për ta ndryshuar këtë. Çfarë rrezikojmë? Si do të duket kjo Shqipëria e 30 viteve më vonë me gjysmën e lindshmërisë? Se ka shqetësime sociale pastaj ç'në ndodh? Ne kemi qenë një nga vendet me popullsinë më të re në botë. Ne mburreshim për këtë, se mbaj mend që citonin vazhdimisht. Ne mburreshim për këtë, sigurisht ka ndryshuar piramida e strukturës moshore. Sigurisht do kemi më shumë moshë të tretë, do të kemi më pak fëmijë dhe për fatin e keq ne kemi edhe më pak grup popullate që i përket moshës aktive për punë. Edhe për arsye të emigracionit që përmendëm pak më parë. Kjo sigurisht që nuk është në favorin ton. Megjithatë ky është një trend botëror. Nuk i përket vetëm Shqipërisë. Nuk është se po na ndodh se jemi vend i vogël. Ne jemi vend i vogël. Sigurisht, të gjitha nismat që merren për të krijuar më shumë mbështetje për familjet e reja, për vajzat, për nënat e reja. Edhe nismat që merren për të pasur politika më miqësore edhe në vendet e punës, edhe në bizneset private, e kudo. Edhe ndoshta më shumë mbështetje për gratë shtatzana, që ta ndjen më pak atë barën financiare, jo vetëm bonusi i bebes, por gjithë paketa që vjen sigurisht janë lehtësuese. Por unë e theksova edhe një herë, ne si UNFPA dhe edhe organizatat e tjera të kombeve të bashkuara fokusin e vëmë te të drejtat e njerëzit, edhe te të drejtat e grave dhe vajzave. Ai duhet të jetë fokusi i respektimi këtyre. Nuk mundet, në asnjë mënyrë nuk mendohet që është efikase që të merren politika të forta shtrënguese duke thyer të drejtat e njerëzit. Çdo njeri është i lirë dhe duhet të përmbushë të gjithë dëshirat dhe të drejtat që ai i ka si qenie njerëzore. Për pak më herët që janë shtuar frikrat. Kush ka më shumë frikë të sjellin një fëmijë? Djemt apo vajzat? Tani mendimi im në Shqipërinë tonë, mendoj që djemt. Po e them kështu pak, po e them pak edhe si jugore, si krahinore këtë përshtypje, mendoj që djemt. Pse? Më pak të përgatitur në shoqërinë tonë për të mbajtur përgjegjshmëri. E kam do ta analizoja këtë, se nuk doja që shpesh ndodh në këto biseda që aksidentalisht e padashje u varet si kryq në qaf vajzave që vajzat ndjekin karrierën, vajzat duan të zhvillohen, duan të bëjnë kështu edhe a thua ti s'kam dëgjuar që ka burra, po s'ka burra që ankohen shikoj se un dua fëmijë po s'më lë gruaja, apo un po kërkoj po e dashura s'do. Domethënë nuk e kam dëgjuar atë reagimin mashkullor që thotë që ne duam pa ato s'duan. Do të jetë vajzat kur bien në dashuri duan kalema, është e sigurt. Mendoj që është i fortë dhe instikti biologjik këtu. Instikti i nënës që është me natyrën nuk mund të dhe udhëheq. Ne e kërkon mëmësinë. Sa doktoresha me natyrën nuk krahasohet. Është instinkt shumë i fortë, prandaj dhe ke edhe nënat vetme, që edhe pa partner kërkojnë fëmijë. Duan ta bëjnë atë gjë. Po, dhe prandaj dhe ka filluar domethënë një pjesë. Është në rritje kjo doktoresha si trend. Fakti që po nënat thotë, "Ok, jam vetëm, po do ta gjej mënyrën që ta kemi fëmijë dhe kaq më mjafton." Nuk e du, partneri s'ka problem. Përveç këtij trendi, tash shikojmë shumë më tepër vajza, gra që në një moshë të caktuar janë informuar për procesin e ngrirjes së vezëve dhe që duan që pavarësisht që ajo nuk e ka gjetur akoma partnerin, nuk është stabilizuar, le të themi, qoftë në lidhje, qoftë nga ana financiare, nuk e imagjinon dot vetëm mos ketë një fëmijë dhe të paktën thotë unë të bëj maksimumin që t'i jap shanse vetes time për të. Po në cilën moshë një pyetje të fundit mund të filloj, po themi, është mirë të nisi, po themi, ky proces i ngrirjes së vezëve për një vajzë që nuk e ka gjetur partner. Në mënyrë optimale deri në moshën 33-35 vjeçare duhet ta ketë realizuar këtë që dhe kualiteti i vezëve të jetë më i mirë. Bëje mirë, bëje vetë. Dorina, një fjalë të fundit? Një fjalë të fundit u dhan shumë mesazhe nga të gjithë, po mendoj që ne kemi ende shumë punë për të bërë si shoqëri, jo vetëm për të konsoliduar boshtin e vlerave tona, po për ta bërë Shqipërinë një vend më miqësor për familjet. Nuk mjaftojnë
disa politika të izoluara për të qenë detyrimisht inkurajuese ose mbështetëse për familjet për të sjellë në jetë më shumë fëmijë se sa këto familjet e vogla me një ose asnjë fëmijë. Mendoj arsimi do ndihmonte shumë që ne të kishim më shumë të rinj që zgjedhin të studiojnë dhe të mbeten në Shqipëri. Mendoj që politikat e punësimit, mendoj që investimi edhe në mjedise më të gjelbra, qytete më të banueshme, ku ti e ndjen veten. Ku ti mund ta shtysh një karrocë me bebe. Ku ti mund ta shtysh një karrocë me bebe. Politika që mbështesin edhe ato krahina, ato zonat mrekullueshme të Shqipërisë tashmë janë boshatisur me shumë pak njerëz edhe kryesisht moshë tretë. Pra është shumë më komplekse dhe pa diskutim krahas fuqizimit mendoj që vajzat dhe gratë shqiptare janë shumë të forta, shumë kurajoze. Mendoj që duhet më shumë punë me djemt. Ne para pak ditësh diskutonim që të gjenim aty në ekipin ton 2-3 meshkuj që janë 2-3 djem, burra që janë të martuar, po që edhe janë me fëmijë, edhe që japin një kontribut të mirë dhe të vyer në familjen e tyre për mirëritjen e fëmijëve. Dhe mendonim edhe për ty Blendi, ti kishim imazhe që të promovojmë realisht baballarët e mirë, ata baballarë që duan familjen, që ndihmojnë bashkëshorten, që ndajnë detyra. Shumë bukur. Domethënë vetëm në këtë mënyrë ne do mendoj që do ishim më të suksesshëm, Blendi. Ju falenderoj edhe për konsideratën, ishte kënaqësi që folëm, po është një problem real edhe që do trajtuar vazhdimisht sepse na përket që të gjithëve edhe të ardhmes kombit edhe këtu edhe patriotët duhet të angazhohen në më shumë. S'është puna vetëm për të bërë më shumë dashuri, është gjithë këtyre gjërave tjera që vijnë bashkë me fëmijët. Shumë faleminderit. Dorina Toçe është analiste për shëndetin pranë UNFPA-s, doktoresh Enkeleta Prifti, obstetër ginekologe në maternitetin Koçoglozheni këtu në kryeqytet. Faleminderit. Mund të shojë vetëm diçka personale për vajzat dhe gratë. Mos harrojnë stilin e jetës të shëndetshëm. Shumë i rëndësishëm. Jo duhan, jo alkool, kufizimi alkoolit, se edhe një gotë verë, gëzuar dhe pashkët, limitimi kafeinës, ushqyerje shëndetshme, gjumi mirë, optimal, 6 deri në 7 orë të paktën në ditë, të paktën në ditë e javës, hiq në një të shtunë. Dhe kaq, do me thonë edhe vendimi i informuar dhe i përgjegjshëm gjithmonë duke u informuar edhe nga ana shëndetësore, po edhe nga ana, le të themi, tjetër psikoemocionale bashkë me partnerin. Shumë faleminderit doktoresh. Ishte kënaqësi që u kishim, ndërkohë ne do të themi shumë shpejt jeni me Wake Up në Top Albania Radio.